Unë vi nga Gjermania. Kam hikur nga Shqipëria 2 korrik 90-s. Kam hikur në Gjermani. Kam punuar deri në 2025 në Gjermani. Dola në pension e më kthyer në Shqipëri. Edhe i bashkohem protestës për një jetën që kanë shqiptarët edhe pensionistat. Është një jetë që nuk arrin të përballojnë shpenzimet e veta. Edhe unë dua që të kthehet familja ime, të kthehet këtu, të ndërtojmë jetën këtu. Në 2005 kam hapur biznes në Tiranë, u prish prapë, u ktheva prapë në Gjermani. Fëmijët e mi nuk kthehen dot më këtu në Shqipëri. Për këtë arsye unë dal në protestoj për të ardhmen e rinisë. Edhe sot duhet ta marr rinia në dorë edhe të ecë rinia përpara. Edhe News 24, faleminderit shumë se i ka gazetarët pa trembur, jo si gazetarët e televizionit të tjerë që kanë frikë të dalin. Kështu e konsideroj unë. Faleminderit. Përshëndetje.